E ndërsa mazhoranca është përfshirë në polemika ministrash të dy forcave politike bashkëqeverise, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, nga njësia 8 ku mori pjesë në takimin e strukturave në kuadër të Konventës së Tiranës, vlerësoi ato që ai cilësoi zhvillime pozitive brenda LSI-s, duke theksuar se ndjen që ka një reagim mjaft pozitiv për forcën politike që drejton. Ne besojmë se shqiptarët jo vetëm që duhet të votojnë, por mbi gjitha duhet të zgjedhin. Dhe të zgjedhin jo vetëm midis partive, por të kenë mundësi të zgjedhin edhe brenda një force politike kandidatët që besojnë më shumë dhe që do të bëjnë më shumë për qytetarët në të ardhmen. Meta tha gjithashtu se në Lëvizjen Socialiste për Integrim, për zgjedhjen e kandidatëve për deputet, do kërkohet mendimi çdo antari të partisë kudo në të gjithë vendin. Lëvizja Socialiste për Integrim, për listat që ajo do të paraqesi për kandidatët për deputet, do të kërkoj mendimin e çdo antari të saj kudo në të gjithë vendin. Në mënyrë që të gjithë të shprehen për kandidatët më të mirë dhe më të denjë